13 vite më përpara nga fshati Kuç I Vlorës, 9 pjesëtar të familjes Korvafaj janë larguar pa dhënë adresë të saktë. Vite më vonë, Luan Korvafaj, vëllai I një prej pjesëtarëve I cili u largua në drejtim të Sirisë, mori lajmi që 9 familjarët ishin larguar në Siri. Sot, pas 13 vitesh, Luan Korvafaj shprehet se 3 nipërit, 3 fëmijë të vegjël janë rikthyer në Tiranë, por që nuk I ka takuar dot të zbuloj se si ka qenë e vërteta. Se çfarë ndodhi me vëllain e Luanit, por edhe me pjesëtarët e tjerë të familjes. Në dëshmitë të cilët I japin të dy, ata shprehen se duan të dinë të vërtetën, çfarë ka ndodhur 13 vite më përpara apo edhe sot. Rasti Eva Dumanit e kthyer pak ditë më parë nga Siria ka ngjallur shpresa edhe për pjesëtarët e familjes Korvafaj për fatin e të afërmëve të tyre. Rreth 13 vite më parë, 9 pjesëtarë të familjes Korvafaj nga Kuçi I Vlorës u larguan drejt Sirisë. Sot vetëm 3 fëmijë të moshës 7 deri në 19 vjeç janë rikthyer rreth 3 vite më parë, fal ndërhyrjes së qeverisë shqiptare. Për 6 të tjerë ende nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Vllai I Hasan Korvafajt, Luani, I cili jeton në Kuç, shprehet se ka ende shpresë. Pavarësisht se të rikthyerit nga Siria tregojnë shumë pak për atë çfarë ka ndodhur atje apo për fatin e familjarëve të tyre. Për Hasanin tashmë dihet se është vrarë në Siri, por për pjesëtarët e tjerë të familjes mungojnë informacionet. Fëmijët e rikthyer pothuajse nuk tregojnë asgjë. Me fotografinë e Hasanit në dorë, Luani tregon se informacioni për vendodhjen e tyre në Siri e morën vetëm pasi ata ishin larguar nga Shqipëria. Sipas tij, I pari që u nis drejt Sirisë ishte djali I Hasanit, Erion Korvafaj, e më pas u larguan edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Po iku vëllai me gjithë familjes së qysh, komplet. 10 veta, 8 veta, 9 veta. Ish vëllai, nipi, 3 nipër, se vajza edhe 2 vëllezër të ata 3, edhe ajo me ai me të shoqen, fëmijët e tia, ishte 3 fëmijët, edhe këta 2 5. Iku dhe nusja 6. Një vajzë, atje zbrar dhe ajo e nipit, 7. Jo, u takuam, po s'na ta që do ikën e, u takuam si që jenë, nërë në Tiranë, u takuam, iku, dhe, na prezë. E marrim në telefon, s'atë ditë. Një vëlla në Italia, që është në Itali, se na I shpola I me të. Ka miku në Shqipëri, jam në Siri, thot ai. Ai na tha që këtu, në Itali, këtu ka I. Më rrugën e Kurbetit. Folët më atëre me ata në telefon apo s'patën në komunikim? Absolutisht, asnjë laf. Vetëm njerë poli atë që morë më haberin e s'poli më thot me të. Gjithë e fëmijës ka qelluar ushtria amerikane në kamp dhe I kanë vrarë. Dhe kanë shpëtuar këta 3 fëmijët e nipit. Edhe kjo është interesuar këtu një gazetar, ajo vajza që kam në Itali, është lidhur atje, edhe ka folë me të dhe ka gjetur ai gazetari. Okej. Edhe janë, me bjemërin, kuptohen? Po. Edhe janë 3 fëmijë, thot këtu. Bëjnë përqapje po, atje, bëndo përqapje po s'u fut shteti, dhe me zi ka krije dhe... U ta që aji madhi duhet të 18 veç, 19 veç. Tjetër është aty të 17 vjeqa. Jo, djali ishtë mi vogël, se ishtë vajza që u vra. Po, është duhet djenja 15 veç aji. Vajza, 8 veqa është vajza e vogël. Këta janë fëmijët e vllajt apo Nipit. Të nipit, vllajt janë vrarë, ata fëmijët e vllajt. Po vllajot. Po dhe vllajt. Zbrat. Tani që dollën I këta. Po I kanë takuar njerëzit. Jo, se kanë batu. Kanë vatë, këta vëllezër të djali, këto një për e mesa kanë vatë, I kanë takuar. Po ka që thonë atë, dhe po sigurim atje ka që janë dhe në burg. Gra, thonë që I televizori këtu I nazaj, gra në burg, thonë. Na shtë, ku e dim nëse kush është. Bashortja Luani tregon se Erioni punonte si IT dhe ishte I pari që u largua. Pas ti, shkoi I jati Hasani me gjithë familjen. Nga ato që kanë mësuar, vllai I Luan Korvafaj që tashmë jeton në Kuç, Hasan Korvafaj, është vrarë pasi kundërshtonte qëndrimin në Siri, ndërsa për të tjerët nuk ka ende asnjë të dhënë. Edhe fëmijët e rikthyer flasin shumë pak për atë që kanë përjetuar. Aktualisht ata jetojnë në Tiranë dhe janë riadësuar fal ndërhyrjes së qeverisë shqiptare dhe ndërhyrjes së kryeministit Rama rreth 3 vite më parë. Nëna, si quheni? Ajdili Korvafaj.
Kush ikur në Siri nga juve? Nga Kunat. familja juaj? Kunati. Me Me të shoqen dhe me 3 fëmijë. Edhe me nusën e djalit, me 2 fëmijë nusë e djalit. nga të gjitha ata që ikën, sa veta janë kthyer sot? 3. Bidjem e një vajzë e nipit. Fëmijët e nipit. Fëmijët e nipit. Ata që ikën të vegjël. Po. E një ka lindur atje një vajzë. Po këta vanë ja 3 vjetë janë kthyer. Ja kur u kthea i grupi që vate Erdirama i mori ma në një ati kupi me Turqi. me Sirin, se ku i mori, nuk e di, po që atje i mori. Në Libana, nuk e di ku i mori. Nuk di mas një gjë. Na ka thënë kjo krushka, që ka thënë këtire që kanë vatë atje, se nuk tregon dhe ajo. Janë vrarë, thot ajo. Dhe në Risaja, ki nipi, thot, ka thënë ajo, që ka dhe televizorja ka dhënë, Erion Korvafa, ka punuar në qeveri, ato çfarë është bërë në drejtimin e luftës, edhe ka drejtuar luftën, thot ajo, 6 vjetë ka qenë me Siria, me Amerikën, se i ka vrarë Amerika këta këtu. Ka hedhë bombë, thot ajo, Amerika i ka vrarë. Ka vdek atij ai. Ka vdek atje ai. Kurse këta të tjerët ishin në kamp, i vranë në kamp, po kamp nuk qillon armiku, nuk e di pse i kanë vrarë në kamp, se në kamp është ligj botror që nuk qillohet në kamp, po si i kanë vrarë, si kanë bërë. Luani, sot 77 vjeç, vijon të shpresoj për fatin e të afërmit të tyre. Edhe bashkëshortja e tij beson se dikush prej familjarëve mund të jetë ende gjallë në Siri, megjithëse fati i tyre mbetet i panjohur. Me lot në sy ata flasin për dhimbjen dhe pritjen e gjatë. Kemi një farë, çfarë të themi, shpresë, po themi kështu në mën e tënë që dhe mund të jenë. Me kë keni komunikuar ju? As me një, se ai kur iku e vajti atje, para se ti të erdhi këtu e në takoj dhe të vëllane kështu, edhe e përcualtim atje ku fort me atë gruan ju në Buronja. Atje va me e përcualtim, po se iku në Tiranë, nuk e di. Kur që këtu në thoi dhe vajzës, se kemi një vajzë të vinë Buronja të takoj. E takoj dhe vajza kështu, i thot vajza, ishte sëmur, pa kështu i thot vajzës thanë, po li thot ne do ikim. Ku do vi, i thot ajo? I thot ne do ikim, thot vajza. Thot kjo xhaxhi, thot ku do veç, që do ikesh, na ka dal një vizë, i thot ai për më një vanë. Nuk tregon më, nëse dijim, po dijim, nuk e dijim. Nuk treguan që do vënë në Siri? Absolutisht. Asnjë as motrës vetme. Asnjë, nuk dijim gjë. Fati shumë shqiptarëve të larguar drejt Sirisë mbetet ende një enigmë, ashtu si dhe ai pjesëtarëve të familjes Korvafaj nga Kuçi i Vlorës, të cilët u nisën drejt zonës së konfliktit 13 vite më parë.